transparenca është numër 1 nga pikpamja e rregullatorit, çështja e dytë shumë e rëndësishme, edhe pse AI i mundson se media të krijojnë përmbajtje, është parim që AI nuk e përjashton përgjegjësinë ligjore. Editori duhet të jetë përgjegjës, duhet të jetë një person fizik, pra nuk e dehumanizon. Jo, në fund përgjegjësia bie mbi ty që e publikon. Përgjegjësia absolutisht. A e bën ti me AI, a ç'është e bën? Absolutisht po. Kjo është e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Po, se edhe aktet fuqi për momentin që i kemi si regulator, edhe nëse ndodh sot, edhe pse nuk e kemi një akt për AI-n, edhe nëse ndodh një krim i përmbajtjes me inteligjencë artificiale, kjo nuk do të thotë që ajo do të shkon si e tillë nëse është e dëmshme. Sepse ekzistojnë interpretime që pavarësisht mënyrës se si është kriju përmbajtja, se si është kriju, nëse ajo është e dëmshme, ajo do të rregullohet dhe do të zbatohen aktet ekzistuese. Sepse tek e fundit përgjegjës mbahet vetë televizioni, mbahet i licencuari në raport me Komisionin e Pavarur të Mediave.